e kolegu tonë dhe gazetari Dëfrim Metasani. Do ndjekim një kronik të Alban Hasani dhe më pas kthehemi të diskutojmë pak edhe për këtë. Luajmë për pano. Ky është slogani që prej 6 edicionesh shoqëron gazetarët sportiv në turneun që zhvillohet për legjendën e futbollit shqiptar, Panajot Pano. Këtë herë ky event i buzëqeshit skuadrës së Tring Communication falfitores përballë Supersport. Edicioni i fundit që është zhvilluar në datat 6 dhe 7 mars ka patur përmasa të tjera, pasi përveç ekipeve që tashmë janë me traditë në këtë turne si Radio Televizioni Shqiptar, Supersport, gazetarët sportiv të Shkodrës, gazetarët nga Maqedonia, ekipi Radio Televizionit të Kosovës, Gazeta Sport Plus dhe Tring Communication, pjesë e këtij turneu kanë qenë edhe gazetarët gjerman të Deutsche Welle. Ka qenë ideja e organizatorit të këtij eventi, gazetarit të televizionit shqiptar, Dëfrim Metasani, që turneu me emrin e të madhit Panajot Pano të ketë përmasa ndërkombëtare. Ashtu si në 5 edicionet e shkuara, edhe ky i këtij viti ka patur rivalitet sportiv ndërmjet kolegëve të mediave të ndryshme. Pas ceremonisë së hapjes, radha ishte e gazetarëve për të thënë fjalën e tyre këtë herë jo në media, por në fushën e lojës. Formula e ndeshjeve ishte e njëjtë me atë të 2 viteve të fundit. Skuadrat u ndanë në 2 grupe me nga 4 skuadra, ku ndeshën me njëra tjetër. Pas ndeshjeve në grupe, ata që kaluan për në fazën gjysmëfinale ishin në grupin A gazetarët e Shkodrës si kryesues dhe Radio Televizioni i Kosovës, të cilët u renditën të dytët, ndërsa në grupin B u kualifikuan Supersport dhe Tring Communication. Takimet gjysmëfinale u zhvilluan në ditën e dytë të aktivitetit. Pas 2 përballjeve të forta në gjysmëfinale, finalja u diskutua me Supersport dhe Tring Communication. Supersport u kualifikua me gazetarët e Shkodrës fal penaltive, ndërsa Tringu pati një kualifikim më të lehtë në një fitore me shifra të thella përballë gazetarëve të Radio Televizionit të Kosovës. Përpara se të zhvillohej ndeshja finale e këtij eventi, është luajtur takimi për vendin e 3 dhe vendin e 4 mes gazetarëve të Shkodrës dhe atyre të Radio Televizionit të Kosovës. Falfitores 3-2 gazetarët nga Kosova merituan vendin e 3. Finalja e këtij eventi ngjalli interes dhe emocione të shumta për të pranishmit. Pas një loje të fortë dhe me tepër kualitet, përfaqësuesit e Tring Communication ja arritën qëllimit për të bërë të tyre këtë turne në edicionin e tij të 6. Në fund të eventit janë ndarë dhe trofet dhe medalet për protagonistët. Në këtë turne ka patur risi përsa i përket çmimeve, pasi për herë të parë është futur edhe çmimi Fair Play, që shkoi për miqt nga Gjermania të Deutsche Welle. Ky event tregoi edhe një herë tjetër bukurinë që dhuron futbolli, aq më tepër kur luhet për nderin e kombit shqiptar, si Panajot Pano. Mirë, edicioni i 6 i kupës Panajot Pano, sigurisht që nesër ose më saktë sot në të hënën sportive do të keni mundësi të merrni më shumë informacion, megjithatë Ledio. Kishe më shumë emocion se ishte Deutsche Welle, pra do me thënë është po merr pak edhe për masa ndërkombëtare, apo se ishte gjermane Deutsche Welle? Jo. Ishte kënaqësia, ishte emocione, kishte sigurisht që nga viti në vit ky eveniment pasurohet edhe me ekipe të reja. Sigurisht që ishte një ekip me gazetar të Deutsche Welle, ekip gjerman, i dhanë një bukuri tjetër. Morën atë trofeun e Fair Play. Duke qenë se Panajot Pano ka patur një debut. Ka pasur, ne kemi gjithë atë, sigurisht e kemi gjithë. Dhe besoj që nga vitin në vit do vi duke u pasuruar edhe kjo. Unë dua të falenderoj edhe 2 pronarët e kompleksit Eurosport në Bupq, 2 vëllezrit, të cilët me mirësinë e tyre na dhanë ambientet për të zhvilluar këtë turne. Sigurisht që falenderimet shkojnë edhe për Dëfrimin. Patjetër. Si iniciatori. Falenderoj gjithë gazetarët sportiv që morën pjesë, gjithë ekipet. Edhe në këtë pikë, Sajmir, nuk të pam të ingranuar në ndonjë ekip futboll dhe pjesëmarrës. Po, fuqimo. Strava. Mirë. Mund të vish si Radio Televizionit Shqiptar, të paktën të na ndihmosh se ndjem tanë sikur nuk u paraqitën mirë të edicion, Bledi, vitin që vjen. Të dalë edhe për 5 kampion pastaj.
Do e mendoj. Se Albani ishte njështë edhe hollu. Mirë. Jave ardhshme luhet në fakt në fundjavë, mos harroni që në 12 mars do të luhet derbi shumë pritur midis Tiranës dhe Partizanit, por edhe sfida tjetër që është shtyr pra, midis Flamurtarit dhe Laçit. Mos harroni që derbi mund ta shihoni edhe në ekranin e televizionit shqiptar, por përballjet e javës së 27 janë këto: Laçi Apolonia, Kuksi Flamurtari, Teuta Tirana, Skënderbeu Vllaznia, i cili do të transmetohet në televizionin shqiptar, dhe Partizani Elbasani. Mos harroni nesër në orën 18:30 e hëna sportive me kolegun Enos Karço. Të radhë do t'jenë të ftuar trajneri i Tërbunit, sot në fakt, do t'jenë të ftuar trajneri i Tërbunit Elvis Plori, trajneri i Beslidjes Ridvan Kuli, lojtari i Lushnjës Mikel Canka dhe gazetari ynë Dëfrimi Tasani. Mos harroni të martën në mbrëmje në orën 21:35. Emisioni për te futbollit do t'jetë në qendër të vëmendjes si personazh kapiteni i ekipit flamurtarit Franz Veliu. Unë dëshiroj që të falenderoj të gjithë të ftuarit që kanë qenë sonte në mbrëmje në rubrikën sportive dhe bashkë do të shihemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë kalofshi sa më bukur.